Klubi I volejbolit për femra Vllaznimi sonte nga ora 19:30 do të ballafaqohet me klubin e volejbolit Prishtina Elit. Për Vllaznimin kjo është një ndeshje historike sepse me një pikë triumfon në Superligën B dhe kalon në Superligën A për femra. Blendi Haxhikadria, trajneri I volejbollistëve kuqezi, thotë se sonte presim fitore. Nesër është loja fundit e klubit volejbolit Vllaznimi tek seniorët, Superligën B, cila shpresojmë të kurrizu me titullin kampion I Kosovës në Superligën B. Kemi përballë një ekip si Prishtina Elit, një ekip me vendore shumë të mira dhe një ekip mjaft mirë, domethënë për si kundërshtar, por që besoj që kemi bërë të gjitha përgatitjet dhe jemi të gatshëm për me festu domethënë ditën e nesërme, po shpresoj që kemi avall. Ndeshja zhvillohet në palestrën e sportit Shaninushi, për çfarë trajneri Haxhikadria pret edhe atmosferë nga tifozët. Ma në fund po shihen që Gjakova ka shumë talenta dhe që kompetencu disa edhe për televizionin e juaj edhe për krejt. Gjakova ka shumë talenta, por ka nevojë për përkrahje. Andaj nëse rritet më shumë përkrahje bizneseve, Gjakova ka mërpru shumë titull. Vllaznimet kanë mërpru shumë titull në Gjakova, kështu që jemi kënaqur shumë. Ndërsa lojtarja Vllaznimit Buna Haraqia tha se janë të përgatitur që të triumfojnë dhe të shpallën kampionen në Superligën B. Për neve nesër ka më qenë një ditë shumë e veçantë. Ka më qenë një super organizim, jena të prit spektakel, jena të prit publik. Është një organizim që nuk e kena bo asnjëherë më përpara, domethënë për shkak që loja jonë është shumë e rëndësishme, është loja që cilën presim u kvalifikuar nivelin më të lartin që nga themelimi I klubit për femra. Vllaznimi me këtë fitore do të hynte në histori, kjo pasi për herë të parë do të mund të ngjitej në Superligën A për femra.